Në vazhdim do të kemi një lidhje të drejt për drejt me kolegën Era Armoko, e cila gjendet në sheshin Adem Jashari në kryeqytet, ku do të na prezentoj ditën e fundit të njërit prej panajireve më të veçanta që kemi organizuar ose kemi pasur të paktën në këtë vit. Është fjala për panajirin ku gratë mbijetuara të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë kanë prezantuar vepra të ndryshme artistike, nëpërmjet të cilave ato kanë prezantuar një pjesë të shpirtit, një pjesë të asaj që kanë përjetuar për mbi të gjitha, një shpresë ose më mirë të themi një pjesë të shpresës për një jetë më të mirë. Detajet na i sjell Era. Era, linja për ty e dashur. Përshëndetje Dona, jemi këtu ashtu si që përmendë edhe ti në sheshin Adem Jashari në Prishtinë, tek panajiri i fuqizimit, pra produkte me histori dhe jetë dhe qëndres, i cili është organizuar nga Medika Gjakova. Ky është një aktivitet i cili ju përkushtohet grave të cilat grave të mbjetuara të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, ku prezantohen punët e tyre artizanale, por edhe bujqësore, pra me qëllim të fuqizimit ekonomik, por edhe të formave të tjera. Për 3 ditë radhaze, ky panajir ka sjell produkte të tilla artizanale nga po ato gra, shumë gjyshe me forma të ndryshme, po edhe produkte bujqësore. Për të biseduar më shumë, për ndryshe kjo është dita e tretë, pra e fundit e panajirit në qytetin e Prishtinës dhe pritet që të vazhdojë edhe në qytete të tjera. Për më tepër rreth se si ka shkuar ky panajir gjatë këtyre 3 ditëve në Prishtinë, do të bisedojmë me Dorina Babunin prej organizatës Medika Gjakova. Përshëndetje Dorina. Fillimisht si kanë shkuar këto 3 ditë të panajirit në Prishtinë? Përshëndetje, faleminderit. Këto 3 ditë kanë qenë mjaft mirë, do të thonë ka qenë një sukses. Produktet janë ekspozuar dhe për 3 ditë radhaze kemi pas vizitorë të ndryshëm, do të thonë qytetar, anëtar të institucioneve, anëtar të organizatave, të cilët kanë pasur mundësinë që të shohin nga afër dhe po ashtu të kontribuojnë me blerje të produkteve të punuara nga të mbijetuarit. Pse është i rëndësishëm ky panajir për gratë që i kanë mbjetuar dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, përtej aspektit ekonomik? Përtej aspektit ekonomik, ky panajir është shumë i rëndësishëm për shkak që e siguron një hapësirë gjithëpërfshirëse që produktet e tyre të promovohen, po ashtu është një mundësi që organizatat, qytetarët dhe institucionet të shohin një pjesë tjetër të rrugtimit të mbijetuarave, e cila shkon përtej dhimbjes dhe se si ato dhimbjen e kanë shndruar në art apo në produkte bujqësore apo çfarëdo lloj forme që mund të gjendet në këto produkte. Ne po shohim gjithë këto produkte të cilat janë të ekspozuara, po çfarë përfaqësojnë këto produkte që i shohim sot? Secili produkt këtu i ekspozuar përfaqëson një histori, përfaqëson një rrugtim, siç e thash që ka bërë një mbjetuar, për shembull në dorë po mbaj një gjergjef apo koznak pundori, i cili ka një emblem të lules dhe bletës, për shkak që kemi shumë gra bletare që kanë gjetur fuqinë në prodhimin e mjaltës apo në kujdesin ndaj bletëve, sepse pas dhimbjes që kanë përjetuar dhe traumës që kanë përjetuar në luftë, ato kanë gjetur këtu qetësinë në natyrë dhe atë qetësi që e kanë gjetur e kanë transformuar pastaj në një fuqi tjetër, e cila është të jetë një bletare e fuqishme dhe të kontribuojë në fuqizimin ekonomik të tyre. Mirë po, cili është mesazhi që ky panajir synon me ja përcjell publikut? Ky panajir synon që t'i tregojë që të mbjetuarat janë shumë të forta dhe përtej dhimbjes që ato kanë fuqinë brenda vetes që të shndrojnë me duart e tyre diçka shumë të bukur dhe diçka në art që ekziston. Është përmendur që panajiri do të vazhdojë edhe në qytete të tjera. Cilat janë qytetet e tjera në Kosovë që do të vazhdojë ky panajir? Po, ky ka qenë, domethënë, hapi i parë apo qyteti i parë në cilin e kemi hapur panajirin e fuqizimit. Ne do të vazhdojmë në komunën e Gjakovës me datë 28 dhe 29 qershor dhe pastaj me radhë në qytetin e Pejës, Prizrenit, Gjilanit, Ferizajit dhe Mitrovicës së Jugut. Faleminderit shumë. Faleminderit ajo. Pra e Dona, ashtu si që përmendi edhe Dorina, ky panajir do të vazhdojë edhe në qytete të tjera të Kosovës, edhe do të zgjas edhe gjatë muajit qershor. Drejt sigurisht detajet të tjera rreth këtij panajiri dhe çfarë është ekspozuar, sukseset që kanë pasur gratë, interesimin e të tjerëve për të njohur me këtë lloj arti, ne do ta kemi nga Era dhe në një kronik, të cilën do të mund ta shohim në një takim tjetër sigurisht.